Presidenti Amerikan Donald Trump ka miratuar planet për një sulm të mundshëm ushtarak ndaj Iranit, por ende nuk ka dhënë dritën jeshile për zbatimin e tyre. Trump është takuar të mërkurën në mbrëmje me gjeneralët më të lartë në dhomën e situatave të Shtëpisë së Bardhë. Janë diskutuar në detaje opsionet e ofensivës ndaj Iranit si përgjigje ndaj sulmeve të fundit me raketa iraniane, përfshirë goditjen e spitalit. Mësohet se një nga opsionet më të diskutuara është përdorimi i bombarduesve të padukshëm B-2 për të lëshuar bomba bunkerësh 30.000 poundëshe mbi objektet bërthamore më të fortifikuara të Iranit, siç është impianti pasurimi të uraniumit. Ndërkohë administrata Trump dhe zyrtarë të lartë të sigurisë po analizojnë një sër skenarësh për të reaguar në ditët në vijim. Një zyrtar i pa identifikuar tha për mediat amerikane se planet janë gati dhe po mbajnë në vëzhgim të vazhdueshëm, ndërsa Trump pret të shohë nëse Irani do të rriqet nga programi i tij bërthamor përpara se të japë miratimin përfundimtar për ndërhyrjen. Në të njëjtën linjë të ashpër është dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, i cili deklaroi se Irani do të paguajë një çmim të lartë pas goditjes objektivave civile në Izrael, përfshirë goditjen e spitalit në jug të vendit nga raketat iraniane. Ky zhvillim përforcon frikën për një përshkallëzim të mundshëm të përplasjes ushtarake mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Izraelit dhe Iranit, një moment të ndjeshëm për sigurinë në lindjen e mesme dhe mëngjer.